Gëzuar vitin e ri 2026 me shpresë në Zotin. Sot mbyllim kapitullin e vitit 2025 dhe hapim një faqe të re e të pastër. Viti 2026 nuk është thjesht një numër i ri, por një mundësi e re për të parë besnikërinë e Zotit në jetën tonë. Le ta nisim këtë udhëtim me mirënjohje për ato që lam pas dhe me besim të plotë te plani i Tij për të ardhmen. Lutu me mua. Lutja e mbrëmjes së vitit të ri. Ati ynë i dashur, në këtë natë të fundit të vitit 2025, unë vi para teje me një zemër plot mirënjohje. Të falenderoj për çdo bekim, për çdo sfidë që më ka rritur dhe për praninë tënde që nuk më la kurrë vetëm. Sonte, unë i dorëzoj në duart e tua të gjitha pengjet, dështimet dhe dhimbjet e vitit që shkoi. Më pastron dhe më bëj gati për atë që vjen. Ndërsa hym në vitin 2026, unë lutem që hiri yt të më udhëheq. Për udhëheqje, më trego rrugën që duhet të ndjek. Për mbrojtje, mbaje familjen time dhe kanalin tim nën krahët e tu. Për besim, më ndihmo të besoj ty më shumë se planet e mia. Bëje këtë vit një vit ku fjala jote të shkëlqej përmes meje më fort se kurrë. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.